Nëse e gjen veten tu e majt peshën e trupit tanë në bazën e shuplakave sa jetu najt në plank, jetu kriju tension në kyçe dhe në ligamente, për që ata për dhamin durt. Në vend kësaj aktivizoje hasta bandan, shtype tokën me majat e gishtave, ngreje qendrën e shuplakës prej tokës, mos e lsho peshën, por përmes këtij harku që e ke kriju këtu, thithe energjin prej tokës edhe mbaje aktive në krah. Lejoje këtë energji me t'i hap shpatullat edhe me të majt fort. Kur krahat janë përqus të energjisë, ti nuk je të luftuar me gravitetin, por je të qëndruar mbi një bazë tepër stabile. Edhe të qeni me kokë poshtë. Kur stavanda është aktive, kyçet nuk janë të tensionu sepse shuplaka është aktive. Krahat nuk janë të e mbajt peshën sepse ata janë të e përqu energjin prej tokës deri te kunaza e bishtit. Edhe na automatikisht nimi ma të lehtë. Jo sepse pesha jonë është duk, por sepse muskujt tanë janë të aktivizu në një harmoni tepër të plotë. Provoje dhe shkruaj në koment a u ndive më i lehtë.